e gjykon me dënim me burgim sudi kaznom zatvora në kozgjatje prej 10 viteve. Trupi gjykus, në emër të popullit, merr dhe shpall këtë gjykim. I akuzuri Slaxhan Trajković është fajtor për veprën penale për cilën akuzohet. Respektivisht, trupi gjykus të njëjtin e ka gjetur fajtor për pikën C të aktakuzës. Sipas dispozitave të kodit penal dhe të kodit procedurës, kjo gjykat të akuzuarin Slaxhan Trajković të gjetur fajtor për pikën C të aktakuzës e gjykon me dënim me burgim në kozgjatje prej 10 viteve. I cili dënim do të ekzekutohet pas plotësishtërisë së gjykimit. Koha e kaluar në masën e paraburgimit nga data 15/12/2022 e tutje do të llogaritet në dënimin e shqiptuar me burgim. Kjo gjykat, me akvendim të posaçëm, të akuzuarit ja vazhdon masën e paraburgimit deri në plotësishmëri të këtij aktgjykimi, por jo më gjatë se dënimi i shqiptuar. Lidhur me shpenzimet e procedurës, obligohet që t'i paguaj paushallin gjyqësor në shumë prej 200 eurove, ndërsa për kompenzimin e viktimave të krimit shumën prej 100 euro, në afat për 15 ditë. Palët e dëmtuara, lidhur me kërkesën pasurore juridike, udhëzohen në kontest të rregullt juridiko-civil. Lidhur me pikën A, B dhe D të aktakuzës, gjykata ka konstatuar se nuk është provuar, respektivisht nuk është vërtetuar se i akuzuari ka kryer ato veprime inkriminuese me të cilat e ngarkon aktakuza. Palët e pakënaqura kanë të drejtë ankese në afat prej 30 ditësh për në gjykatën e apelit.